Një kryetari i kuvendit që si ka 61 vota për veti, s'do t'jetë kryetari i kuvendit radhë të parë fare. E njohim të drejtën e plot të partisë së parë në këto zgjedhje që të provoj të bëj shumicën. Ziko, a jeni të gatshëm me 15 prill me votu kryeparlamentar që më konstituu kuvendi, edhe duke qenë se keni refuzuar ftesën e vendosjes, a ka qëndrim të afrim të qëndrimeve me partitë opozitare, jeni të gatshëm me hym qeveri me ta? Para punës urime, deputet Lidhës Demokratike të Kosovës për regjistrimin procedural, disa në mandatin e 7, disa në të 6, disa në të parin, është pasuri e madhe politike. Sa për këtë pyetjes dytë, një kryetari i kuvendit që si ka 61 vota për veti, s'do t'jetë kryetari i kuvendit radhë të parë fare. Pra minimalisht do t'i ketë 61 vota me pas shijim për gjëra tjera. Qëndrimet e LDK-s besoj i keni mësuar tashmë, janë të njëjta si para fushatës, gjatë fushatës dhe pas fushatës. Nuk besoj që keni diçka të paqartë këtë drejtim. Po ako për afrim me partitë e tjera të këtyre qëndrimeve? Nuk jemi në atë fazë, proceduralisht e dini që me 15 prill bëhet betimi, më pas bëhet propozimi i kryetarit kuvendit, konstituohet kuvendi pas zgjedhjes së kryetarit të kryesisë së kuvendit. E njohim të drejtën e plot të partisë së parë në këto zgjedhje që të provoj të bëj shumicën, në qoftë se nuk e bën, pas 15 ditëve Kushtetuta e Kosovës është shumë e qartë, jep drejt secilës parti që dëshmon para presidentës se mund të bëjë shumicën ta bëjë një gjë të tillë. Nuk kemi rrinë atë pikë, do të jem poshtë transparent edhe konsistent para jush edhe për këtë çështje kur të mrrim atë. Ju falenderoj shumë. Punë të mbarë, suksese.